bëri, me 4.2 milion euro të shqiptarve i pleu bileta për patronazhistët dhe koncerti unë push aty me sukses. Mirë po tani në fakt, kam një merak akoma më të madh. Cili është ky merak? A do të merakoset kryeministri jon, kryembreti jon Edi Rama, në momentin që zjarret në këtë sezon të zjarreve të egra do të përprinë sërish Shqipërinë, inshallah jo, po nëse do ndodhin si në Delvin, dhe ato 4.2 milion euro në fakt nuk kanë bler akoma një avion për të shuajtur këto zjarre? A do të ndjet në turp Edi Rama në fakt ndaj popullit të vet, kur ato 4.2 milion euro nuk përshkojnë për ato ilaçet e kancerit që mungojnë në spitalet e Shqipërisë. A do të atjet ato turpi Edi Rama ndaj shqiptarëve? Po besoj në fakt që jo, ai as nuk vjen turp nga shqiptarëve, as nuk vjen ai sens detyrimi ndaj shqiptarëve dhe as nuk do në fakt të shërbej shqiptarëve. Se atë që ka bërë gjatë këtyre 13 viteve është të shërbej klikave të tija ekonomike, të shërbej tani më edhe disa bizneseve tuaja private, të cilat nuk ja dalin të zhvillojnë me sukses një ndërmarrje ekonomike, falimentojnë dhe shkon ky me ato 4.2 milion euro të cilat mungojnë edhe tek ata qend të cilët nuk i kemi për të gërmuar në ato rëndojat kur ndodhin ato fatkeqësitë si ai tërmeti. Po pse në fakt e përmenda këtë problemin e koncertit Kanye West, sepse në fakt do të sjell disa fakte këtu nga këto që ka thonë që i kanë shumë qejf nga qeverisë, po kur i përball me fakte, sidomos me numra, gjëja e parë që bëjnë është të fyejnë, është të çojnë me inat, është të përbuzin, është të çojnë me një arrogancë të jashtëzakonshme, a thua ti se je duke i shqetësuar në momentin e vjedhjes së tyre avash që u bëjnë gjithë fondeve të Shqipërisë, gjithë tokave të Shqipërisë, e gjithë deteve e lumenjve të Shqipërisë. E në fakt, prandaj janë përzitur se shqetësohen kur ne i ngacmojmë për këto gjëra. Do ju fus në disa fakte që siç që thash ta i kanë qef dhe i godasin rënd. Edi Rama tha që këto 4.2 milion euro na duhen me se s'bën dhe ndikimi në ekonomi do t'jetë rreth 100 milion euro për shkak të mbi 20.000 turistëve të muaj që do të vinë të vizitojnë Shqipërinë. E ndërkohë, Lule Gonqa, ministri i tij, tha që në fakt janë mbi 25.000 dhe unë po them okej, super, shumë mirë, janë 30.000 turistë të muaj të cilët erdhën për koncertin. Edi Rama dhe Gonqet e tij, epitet e tij, thanë që nga këta 30.000 njerëz Shqipëria do të gjenerojë 100 milion euro në ekonominë e saj. Pra, faktikisht nga shpenzimet e këtyre turistëve të huaj, ekonomia e Shqipërisë do të rritet me 100 milion euro dhe kjo është direkt një pjesë e GDP-s për shkak se këto janë shpenzime dhe do të futet indirekte apo indirekte në ekonominë e Shqipërisë. Tani nëse bëjmë një kalkulim të thjeshtë, 100 milion euro për 30.000 turistë të huaj, do të thotë që këta turistë do të shpenzojnë dhe do të fusin në mënyrë direkte ose indirekte në ekonominë e Shqipërisë 3.300 euro. Në fakt, Shqipëria i ka të dhënat e saj, faktike me numra dhe as më shumë e as më pak i nxjerrin këta ministrit e tyre apo dhe instatin. Në fakt, Shqipëria ka turista të jashtëm rreth 12 milion në vit. Këta turistë, ekonomia e Shqipërisë, GDP-ja e Shqipërisë përbëhet 20% nga turizmi, që do të thotë rreth 5.6 miliard euro gjenerohen direkt apo indirekt në ekonominë shqiptare nga turizmi. Le ta zëmë se gjitha këto që gjenerohen janë direkt nga turistët e huaj. Një kalkulim i thjeshtë prej 12 milion turistësh të huaj për mbi 5.6 miliard të gjeneruara nga turizmi në GDP-n e Shqipërisë, tani thjesht 467 euro. Pra, nga faktet e këtyre, një turist i jashtëm nuk argjon më shumë se sa 400 e ca euro dhe jo 3.300 euro, si që a i thot që do të përfiton të ekonomia e Shqipërisë. E në fakt, nëse këta realisht 12 milion turistët e huaj, i argjojnë këto 3.300 euro gjatë vizitave të tyre në Shqipëri,
Kjo do të jepte ekonomisë shqiptare 20 miliard euro, pra dhe njerë 20 miliard euro më shumë. Çfarë janë 20 miliard euro më shumë? Është rritje nga një vit në tjetrin e ekonomisë së Shqipërisë me 150% të GDP-s. Pra Edi Rama na thot ne që këta turist do të arrisnin ekonominë e Shqipërisë, jo me 2-3% si që dhe normalisht në ekonomi, po brenda 2-3 vitesh ne do krapim të ardhurat për person Gjermanin, e pasja 4-5 vitesh në fakt vetëm nga turistët e huaj që shpenzojnë këtu në Shqipëri, ne për 5-6 vite do të kapim edhe Zvicrën. E tani, ndërkohë që po mendoja këto numra, si një person që ka mbaruar fakultetin e rëndomt të ekonomisë këtu dhe jam një profesionist i rëndomt dhe jo si qa kërrat, e si pidorat, e si qa e ka jo Zegjineja e Merat. Tani, kur po mendoja këto, shifja realisht turistë huaj që ecin në përqendrën e Tiranës. Që të dy edhe mua dhe ati turistit huaj na pinte në mundën tonë një herë jashtëzakonisht shumë e keqe fekalesh. Çfarë do të thuash ti se ishte kjo? Kjo është as më shumë, as më pak, po lumi i lanës, i cili na mburet Edi Rama dhe kjo qeveri, se ne po zhvillohemi aq shumë nga ana e turizmit dhe jemi vendi i vetëm në Europë që kemi në mes të qytetit tonë një kanal të madh fekalesh që karon rreth Europën qytetit. Dhe nuk e di tani nëse Edi Rama i vjen turp për këtë se ka 31 vjet në pozitë e opozit, bashkë me Sali Berishën a i vjen turp për këtë dhe a turprohen realisht ndaj turistëve të muaj nëse ata e kuptojnë që a i nuk është një lumë si çdo lumë në perëndim a në lindje të Europës, por është një kanal fekalesh i ujrave të zeza. E shpresoj që ajo Zegjineja nëse ka blerat shtëpinë 200.000 euro në mes të Tiranës me një vit si deputete, shpresoj ta marrë në ndonjë nga pallatet e komunizmit, fiks mumbilan e mbas dite për mbas dite, kur të hapë dritaren e vetë, të marrë përveç mushkonjat dhe erën e fekaleve, të godasin undën e saj. Me gjithse, pidot e qakërat e qa janë ato dhe kjo tjetra e Roskovecit nuk e kam për turp fare t'ju dalin kundra fakteve se të bardhë si thonë të zezë e të zezë si thonë të bardhë do dale dhe do thot pse gënjeni ju këtu se lumi i lanës në fakt është i bardhë e lumi i lanës në fakt është i pishëm se është fiksja i ujë në palas që ndërtojnë oligarkët e këtyre. E mbas edhe për të aprovuar këtë, pas edhe pi për liderin e saj të madhrishëm që kemi këtu mbrapa. E për të mbyllur e për mos ta zgjatur më shumë, me një shprehjen time që e kam shumë qef, Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg